Një breshk ujori është kapur nga ana e peshkatarëve të Radhimës një ditë më parë, ndërkohë që është lënë e lirë përsëri sot në ujë. Sipas drejtuesit të qendrës së peshkimit në Orikum Bashkim Durmishi, breshka është kapur brenda gjirit nga ana e peshkatarëve, të cilët e kanë pikasur në rrjetën e tyre gjatë momentit që po mblidhnin rrjetat. Sipas biologëve, breshka është një specie e njohur përmes dheun, edhe pse ka disa specifika të veçanta, si për shembull numri më i madh i ndarjeve që ka një breshk normale. Peshkatarët tregojnë se edhe pse kanë rastisur shpeshherë që breshka të tilla të bien në rrjetat e tyre, në asnjë rast më parë nuk janë gjetur si ato që shumimin e bëjnë në Bregdetin shqiptar, por në vende të afërta si Greqia apo Italia, ndërkohë që vitet e fundit po shihen shpeshherë raste të tilla. Kjo lloj breshke shkon deri në 250 vjet, por ky ekzemplar është i vogël rreth 20 kg. Në qendrën e peshkimit të Radhimës janë të shumta rastet kur peshkatarët kanë sjellë krijesa të veçanta, kur rasti më i fundit është ai një breshke shumë vjeçare.